kemi edhe një deklarim tjetër na fal Violeta, kemi deklarim tjetër nga ana e kryetarit të Partisë Demokratike, Memli Krasniqi, ta ndjekim. Është e pa precedent sepse situata që ka kriju lëvizja vetëvenduese është e pa precedent. Sepse këta vetë e kanë miratu ligjin për qeverinë pa votat tona dhe në atë ligj e kanë shkruajt vetë që s'munët kryeministri dhe ministrat dhe anëtarët e ekzekutivit me u betu si deputet. Është çështje shumë e thjeshtë. Logjika e këtyre me shkel kushtetutën me çdo kusht është logjike e cila s'duhet me kalu në kuvendin e Kosovës. Nuk mundën me ardhë dhe me imponu vullnetin antikushtetues. Ka kalu kjo kohë. 4 vite e kanë shkel kushtetutën çdo javë, çdo muaj. Është dashur me i çunë në gjykatën kushtetuese këtë vendimet e tyre të paligjshme kundër kushtetuese. Nuk do të lejojmë me fillu kjo legjislaturë e re me shkelje kushtetuese. Me logjikën e Albin Kurtit, këtu do duhet me qenë edhe kryetarët e komunave. Me këtë logjikë edhe Bedri Hamza do duhet të ishte këtu sot deputet. Edhe këta kryetarët e tjerë të komunave që kanë qenë ngare që janë zgjedhur. Por ata e kanë respektu kushtetutën dhe ligjin dhe kanë dhënë dorëheqje para se mu certifiku rezultatet. Pak që e kanë shkel ligjin kur janë certifiku rezultatet, po sot nuk munden me dhënë betimin. Zoti Kurti le t'jap dorëheqje. Është shumë e thjeshtë. Ka me shkru një letër me thonë jap dorëheqje prepozitës kryeministrit, bashkë me ministrat që ata duhet me dhënë dorëheqje dhe mundet ma ardhë pastaj me u betu si deputet. Por kushtetuta e Kosovës para zgjithash dhe ligji i qeverisë vetë kanë shkruar, nuk është ligj fare i mirë. Po si shumë ligje të tjera që janë të mira që kanë shkruar këta, thotë që s'mundet kryeministri të bëjë deputet. Paramenoni situatën. Sepse ju i dini këto punë, besoj, me pas dhënë betimin sot. Edhe kryeministër, edhe deputet, është jo kushtetuese. Është shumë e thjeshtë. Zoti Kurti dhe ministrat duhet me dhënë dorëheqje, pastaj vijnë bëhen deputet. Por ndryshe, në komision, vetëm 3 parti që në të kaluarën kanë qenë në opozit, PDK, LDK dhe OK, kanë votu kundër raportit. Sa i përket saj, lëvizja vetëvenduese e lista sërbska kanë votuar bashkë në komision 2 jatë pro raportit. Dhe ju keni edhe përfaqësuesin kryesuesin e këtij komisioni tha, 3 parti kanë votu kundër, kanë votu bashkë me listën sërbska në komision pro. A janë prish rrugës, a kanë pas mosmarrveshje. Unë nuk mund mi marë si të mirëqena spekulimet e antarëve të ish qeverisë dhe qeverisë aktuale që thujnë i kemi kaq vota, i kemi as vota. Po këto janë çështje tyne, janë çështje tona. Kerela. Po s'është dorëheqje ajo, ju e keni në media këtë lexon apo ju duket dorëheqje që ajo? Ai pi referohet, më falni, hajt shkoni pyetni në KQZ. A ka me 27-in që po i referohet aty një date, a ka njoftim? Kur njoftim nuk ka në KQZ për kryeministri Kurti me thonë kanë dhënë dorëheqje. Nuk japet dorëheqja në KQZ. Dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se shky kuvendi ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dorëheqja ajo zoti. Ju mundi më thonë çka dëni, por nuk është dorëheqje. Po mendoj mundi më referu çka kanë dhënë ata. Qysh? Na nuk e kemi bojkotu, na kemi votu. Vota e deputetit është votë e lirë. E kemi treguar arsyen pse. Dhe këtu pak para unë ju thash, veç le shkon zonia le të jap dorëheqje, le të kthehet. Edhe prap, atëherë ka kuptim. Pa atëherë s'mund më kthy edhe kryeministri. S'mundet me majt edhe pozitën e deputetit dhe pozitën e kryeministrit. Kushtetuta nuk ja lejon. Jo unë. S'është vullneti im, është kushtetuta. Më falni asë një dorëheqje formale, asë se kom pas nuk ekziston deri në këto momente. Nëse ju e keni pasë, ju i merrni informatat dhe para neve, tregomni, po unë nuk e di. Dorëheqja është unë filon fisteke, jap dorëheqje nga pozita kjo. S'ka si letre, që kjo është dorëheqje. Nuk është dorëheqje qërë se kom shkrujt me në status të Facebookit, që më ka kalu mandate. Po s'është që kjo dorëheqje, më falni, unë e këtë dorëheqje këto në komision, është një letër ku ai zotni kryeministri në detyrë, por jo i dorëhequr. Thot, unë e kom pas njoftu KQZ-n. Ku është njoftimi? Kërkuj se ka pat njoftim, as KQZ-ja, as ju, as unë. E po tash, ka ndodhë, po. Po dhe? Në varë përzimje të këfjolqa që shtojnë asgjë. Po e për cilin njoftimin, cilin njoftim?
Ku është njoftimi? Jam efektivisht i dorëhequr. Jo, efektivisht je i dorëhequr. Shkruaj dorëheqjen në rregull është çore ka ndonë kryeministrat më herët dorëheqje, edhe kanë ardhur në zyre, po s'ka pas ligj qeverisë. Këta më kanë shkruar ligjin vetë se o kemi bona. Vetë kanë shkruar ligjin për qeverinë. Ligjin për qeverinë që e kanë shkruar e që po e përsëris. Është ligj jashtëzakonisht i dopt, i shkruar keq, i gabushëm, s'ka logjik kushtetuese, ligjore, shtetënore, institucionale. Këta janë peng të atij ligji. Nëse thonë kemi gabu që kemi shkruar këtë ligj, ose shpollin të pavlefshëm që s'mundën, atëherë është çështje tjetër. Por bazon ligjin e tyne, që është ligj tash i shtetit, dhe mbi gjitha në kushtetutën, nuk mundet një antar i qeverisë me qenë edhe deputet. Kjo është kaq e thjeshtë. Kaq është e thjeshtë. Çfarë shembulli është ky për qytetar kur ligjvënësit i bëjnë lajka shumë ligjeve kushtetuese së kuvendit? Po fatkeqësisht është shembulli jashtëzakonisht i keq që këto 4 vite ka ndodhur se deri para 4 vitesh kur Albin Kurti u bë kryeministër, bile 5 me herën e parë, nuk e di 2-3 herë a ka pas situata që është shkel kushtetuta e vendit. Prej kohës kur ky është kryeministër janë ja 12 herë që vetëm na kemi fituar raste. Kjo që është shembulli më i keq. E çka ke sot e papranueshme ishte që deshën me fillu legislaturën me një shkelje të re kushtetuese. Pastaj ju po thoni ose ata po thojnë opozita, po mira se kanë këta shumicën a? A kanë shumicën këta? Ku e kanë shumicën? Ku i kanë 61 vota? Që sot ditë po thonë që kanë 61 vota, kanë me zgjedh kryetarin e kuvendit, kanë me zgjedh qeverinë. 52 edhe 61 janë nën vetë ma pak. Nuk e di së çështje unë me dhona vlerësim vetëm muj me ta tregu që sot ne kishim bërë shkelje. Ne nuk mundemi me për ligj, me votën tonë, me mandatin që na ka dhënë qytetarët në shkelje kushtetuese me vetdije. Kjo është arsyeja pse unë besoj se ka qenë qartë. Por ta hyjnë shumë të sigurt se këta, po them, në mbledhjet komisionit, 3 parti kanë votuar kundër, se janë pajtu pas debateve, pas arsyetimeve se janë pajtu me raportin. PDK, LDK, OOK, vetëvendosje, lista serbe, edhe të tjerë, kanë votu krejt bashkë, kanë votu pro. Çka ju ndodhi derisa erdhën se onë, çka nuk du me spekulu, a jënë marrë vesh, as jënë marrë vesh, a kanë pas situata tjera, por 52 deputet, ku jënë 61 deputet. Për menimin tam, problemin kryesor ta se kanë pse do shtoj kjo. Problemin kryesor se sot u po që Albin Kurti dhe vetëvendosja e kanë 52 vota. Kjo është fuqia aty në politike aktuale. Po nuk ta sqaroj se s'është punë jam, unë ta sqaroj pozicionin e PD-s. E kemi thonë, zoti Gruda, deputeti ynë, e ka ngrit këtë temë edhe këtë çështje në komision. Është mbështet pastaj edhe për LDK-s, edhe për OK-s. Sepse është kushtetuese, shikoni materialet që i kemi marrë, shkru nuk mundet me qenë deputet, pika parë thot kryeministri, ministrat, pastaj thot kryetarët e komunave, pastaj thot kryeredaktorët e ku e diun. Më falni, me logjikën e këtyne sot ne e kishim pas edhe Bedri Hamzin këtu. Njeriu më i votuar për PDK-s. Edhe i ish opozitës. Kandidati jonë për kryeministër. Pse nuk është Bedri Hamza këtu? Sepse ka respektu ligjin dhe kushtetutën, ka dhonë dorëheqje, sepse e din që s'mundet me e dhonë betimin duke pas pozicion ekzekutiv. E këta po dojnë edhe ekzekutiv edhe legislativ. Po jo, se s'ndodhë kjo me një vend demokratik. Unë mendoj që sot për këtë gjykatës kushtetuese sot lënda ekziston, sepse ka ndodhur në veprim, është marrë një mbledhje, është marrë një komision, e ka një raport, nuk ka kalu, lëndë ka, nga ajo që dëgjova kryesuesin e seancës, ai thotë që tash do t'ia dorëzojnë presidentës. Thonë drejtën sot nuk e di cilat janë kompetencat e kujt, është çështje që do ta trajtojnë. Ajo që mund t'ua them unë është që çdo vonesë me konstituu institucionet është humbje për Kosovën. Ne thrasim sot, sa më herët zotin Kurti, le t'jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë kuvend. Le të vinë kuvend, po le t'japin dorëheqje. Nuk japet me Facebook
e me referime këtë njoftim, atë njoftim. Jep dorëheqje propozitës kryeministrit, ata tjerë propozitave të ministrave, e tjerë, let vinë këtu, kalon në rënd situata. Po pa ndryshu konteksti, pa ndru faktet, pa ndru situata legale, nuk mund me ndru vota ju. Po? Po ata dosh me dhonë dorëheqje herët se ligji që kanë shkruar vetë ja u ka kërku një gjatë tillë. Kushtetuta po ashtu, unë besoj që nëse kanë një troh përgjegjësi dhe nëse kanë vërtet që dëshirojnë me i kriju institucionet, të paktën ku vendin ku kemë përgjegjësinë e përbashkët, ata do duhet sot me dhonë dorëheqje, edhe me mbledh, na mujmë edhe sot me mbledh. Me mbledh edhe nesër, ne jemi të gatshëm çdo moment, ne kemi prit, ne jemi gon jashtëzakonisht të zhgënjym pse është zgjat ka shumë ky proces, kemi ardhur deri sot me konstitut. Ne jemi këtu me konstitut kuvendit. Ne kemi ardhur duke besuar që sot votohet edhe kryetari edhe nënkryetari, përveç që jepet betimi, dhe që fillojmë me hyrë në procesin kushtetues të krijimit të qeverisë. Por po duket që këta me 52 vota janë larg prej një situatë të tillë. Opozitën që po e bllokon procesin. Kjo referuar me letrën e dorëheqjes që e ka dërguar që Po atyne edhe kur s'ju pëlqen, mote ata e akuzojnë opozitën. Ata e kanë kryer mandatin të e pas pushtetin absolut, të mos mujt 2 punë me kry të thonë opozita s'po na lën. Të e pas shumicën absolute, të e pas kontroll total pushtetit legjislativ, ekzekutiv, një ku besa në presidencë, e në çdo institucion edhe opozita. Cila opozita? Sot s'ka opozitë. Sot jemi deputet të barabartë. S'dihet kush është opozitë. Ja, s'është punën, s'kam biseda me ata. Ata janë mirë se ardhen me propozu. Sa ma shpejt, sot, jep dorëheqje, hajde e mojmë seancën, propozoj kryetarin, zgjedhë, i propozojmë në kryetar, hyjmë pastaj në proces kushtetues edhe këshyrim kush e bën qeveri. Unë jo kam thonë gjithmonë, ne n'asnjë rrethon, n'asnjë mënyrë nuk do të luajmë rol bllokues. Ne kërkojmë sot me vazhdu seanca nëse zoti Kurti jap dorëheqje edhe me shku tutje. Neve na duhet me konstituu kuvendin, me zgjedh kryetarin, me zgjedhën kryetar dhe pastaj me hym procesin kushtetues. Jam i bindun pe kësaj që bëhet sot me 52 vota që zoti Kurti nuk mund e bën qeverinë. Ne jemi të gatshëm në rastin e dështimit të tij, me njëherë me marr përgjegjësinë me partitë që kanë qenë në kaluarën opozitë dhe me komunitetet pakistë Kosovës që ta bëjnë qeverinë e re. Jo, me listën serbe, jo, po me komunitetet tjera, mjaftueshëm ka mundësi për me pas një shumicë solide e cila jep një qeveri të re me Betri Hamxha kryeministër. Faleminderit shumë. Besor. Atëherë është